Është përkujtuar sot në Durrës 86 vjetori i rezistencës ndaj pushtimit italian. Në ceremoni morën pjesë kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiliana Sako, deputet, veteran dhe qytetar durrësak, të cilët bën homazhe pranë bustit të Mujo Ulqinakut, ku vendosën kurora me lule. Mbesa e heroit Ilda Ulqinaku vuri në duke patriotizmin e atyre që u përgjigjën pushtimit me armë. Dhe shënoj dhe tregoj sa atë dashës jemi ne. Ne jemi krenar për gjyshin tonë, sepse vuri adeun mbi veten dhe mbi familjen. Që është një vetflim për adeun që në ato kohë ishte shumë simbolik dhe vazhdon të jetë simbolik. Zyrtari i Bashkisë së Durrësit Ardian Gura tha se kjo datë shënon aktin më madhor dhe patriotik në emër të lirisë. Ai që na bën të jemi sot krenar dhe vallart ka të bëjë me konstatimin se ndonse populli shqiptar u gjet në një mungesë të dy fish të një shteti që të organizonte dhe të formacioneve politike dhe shtimeve të tilla për të mobilizuar, që diçka shumë më madhe që u ngrit mbi ta dhe e plotësoi këtë vakum në mënyrën më të mirë. Heroi i popullit Mujo Ulqinaku dhe gjithë patriotët e tjerë nga Durrësi, por edhe nga qytetet të tjera, ishin të parët që e pritën me pushk pushtuesin fashist në 7 prill 1939.